të gjeta. Si jeni? Mirë, si Ua, jeti? që studio pas Kemi një par studio. Përshëndetje, Angel. Ermal, si je? Besojmë që shihemi nga afër. Jam unë më i gëzuar se ty. E di atë. Nuk kisha dyshime. Po shaka me që ka dalë. Se s'ka një përshtypje që Ermali ka votuar. Ka votuar? Jo, të betohem. Po si ishte pyetja? Dole. Merë keq Mirë, s'ka problem. No, Do dilja. shkruaj një ide sikur ne dy kemi në kështu sherr. Në një sherrë. Thjesht S'kemi më për atë duket. Po absolutisht. Sana, tani që dalësh do zbulosh që një ditë, prajmin e kaluar ishte, po prajmin e kaluar ishte që u mërzit me mua shumë, më thirri Kostana. Vërtet? Se dita që e kishte për mirë apo për keq, të sjarë me vetë ti, me Ermalin. S'kam gjë për sjarë. Se më duket se ti vjen hakut këte. Jo, thjesht foli shumë gjatë për këtë e thiri. Foli gjatë dhe i thash shumë Nga që Kostana të foli lutem. Nuk i la, ja mori gjithë Ja mori hapësirën. hapësirën. Aty është lufta ta hapësira. Çfarë mendon? Çfarë të penalizoj? Pse dole? Fakti Këto që hyre më vonë? nuk i mendoj, jam shumë e lumtur njerë që mora pjesë. Faleminderit produksionit. Faleminderit Michelbe. Që më ftoi. Ka qenë ndoshta një nga spektaklet më të bukura reality që janë bërë deri sot në Shqipëri, prandaj dhe kam pranuar Faleminderit. që të vija. Nuk është në dëshirën time të jem pjesë e realityt, sepse izolimi nuk e përballoj mirë. Por erdha me shumë kënaqësi dhe nuk jam penduar fare. Kështu që ju them suksese të gjithëve, gjithë stafit që ka punuar edhe keni bërë një punë të jashtëzakonshme. Shumë faleminderit për vlerësimin dhe fjalët e mira. Unë kam dashur shumë që ti të bëhesh pjesë e kësaj. Ti e di, kemi folur më parë dhe do kisha dashur shumë që të ishe futur nga dita 1. Nuk hyja dot nga dita 1, sepse unë i kam refuzuar të gjithë ftesat për reality si në Shqipëri, Si janë ata atje? Kosovë, Janë kudo. ndryshe? Janë Jo, njësoj, nuk ti ke janë. ndjekur nga ekrani, ke qenë edhe aty pastaj prezent. Nuk janë ndryshe, aq shumë, por intensiteti është ndoshta më i madh, brenda aty brenda. Në në emocione, shtëpi, nga patjetër. lojë, në garë. Ndjen energjinë e njëri tjetrit. Domethënë janë ca detaje të vogla që sado që ka shumë kamera, janë 24 orë të shputojnë nga ekrani, ndërsa kur je brenda në shtëpi i ndjen edhe ato frymarrjet fundja, kështu që është shumë më intensive loja edhe është më e rëndë edhe nga ana psikologjike se sa mund transmetohet në ekran për gjithë konkurrentët. Sidomos për ata që kanë hyrë që nga dita e parë. Unë personalisht nuk pretendoja ndonjë gjë të jashtëzakonshme përveç se pjesëmarrjen, duhet ta them kam Ti hyrë. nuk luftove. Dhe nuk do të luftoja. Jo. Dëshira ime më e madhe ishte të njëja nga afër Mozën, që ishte për personazhi më simpatik, autentik dhe faleminderit juve që sollët një model të tillë më në fund, se i mungon të Shqipërisë. Një model i tillë për të ndjekur. Edhe jo vetëm kaq, po model frymëzues, duhet të them. Ka munguar ky model, tani më duket sikur është vënë në vend diçka që mungonte. Nuk do luftoj Arbana sepse E pe që ishte e vështirë, jo se është e vështirë, po që në fillim janë marrë pozicionet. Madje unë sot po tallesh apo bëhesh ka po thoya vetëm ky vendi i këtyre që krifen ka ngelur. Po, unë duhet di sa luftarake je ti, duket parë që ke qenë mbron kauzat e veçanta. Dhe do vazhdoj ta bëj sepse ashtu jam unë, po nuk ishte ky vendi për të luftuar për pozicione që tashmë janë zënë, ishte thjesht kënaqësia ime, me që do të bëj një reality, po bëj këtë, se ky më duk më simpatiku dhe më i suksesshëm, pse jo? Bëre shumë mirë, bëre shumë mirë. Ku shkon në finale sipas teje? Tani nuk e di a e dëgjove në Prapasken, votuan ata për Mozën dhe Romirin. Dhe si është tani? Moza dhe Romiri janë në televotim. Publiku do zgjedhë se këtë do dërgoj finalist të parë. Mozën, patjetër. Ta shohim. Por ti këtë do shkoj. Ti këtë do qoje në finale, 5 veta. Nëse do qoja unë 5 veta në finale, do qoja Mozën, do qoja Visin, patjetër, as diskutohet, Bujakon, patjetër, sepse edhe Bujaka është përpjekur shumë. Ndoshta edhe Sonin mund ta qoja në finale, po kush është tjetër tani? Romiri, Iliri, Sara dhe Klevisa. Edhe Klevisën. Okej. Romirin, Sarën dhe Ilirin nuk do t'i qoja në finale, mendoj që
s'janë të nevojshëm për Për finalen. finalen, okej. Kemi një klip për ty, Po, patjetër, okej. se qëndrimi ka qenë më thuaj sa ditë, i ke numëruar apo jo? Jo, po Si ke më pak numëruar? se një muaj, Më po pak se një rreth muaj. një muaj. Qëndrimi ka Po. qenë i shkurtër, po gjithsesi ka patur momente të shumë të Sa bukura bukur që dilëm kemi. televizor me. Po ju me një gjithë kjo gocë, pse del bukur një gjithë kjo Po gocë? shofte se atje brenda jemi mësuar me ato kamerat që nuk... Kamerat i kemi shumë të mira, Po pra, ndriçimin, e pas keni po aty nga shtëpia kështu Lyja, drejt. edhe nga shtëpia Edhe keni nga dalë shumë shtëpia. mirë, se aty janë kamerat shumë të mira. Shipe si ke dalë të shtëpia, shipe. Ja ta shohim. Klipi. Thjesht do jetoj fermën. Diçka që më pëlqen jashtëzakonisht shumë ta shoh si eksperiencë. Më duket shumë dinamike dhe dua të jem pjesë e saj. Del një gërm kë, Kostana, me të cilën si ke punët mirë i lirë. Ngarkoni me punë dhe mua. Që doni? Fillim s'kisha shumë fuqi, po pastaj u bona bish. Ndërkohë ishte qiqër. Brava Kostana, që po punon. A merdi e koha për cigaren? Kam kohë pa fund. Jam shumë independente. Erdhe, ta kap çik bishtin më. Do bëjmë shok. Mu më duhet mos më bezdisi njëri, mos më flasi njëri. Ma bëri shpirti verem. Dhimbja po su jetua nuk kalon. Unë atë e kuptoj. Nuk e kam për gjë, ta bëjnë qimentra. Po unë e thashe para. Kora, s'është loj shau. Jeni gati. Po një puçi e diti? Zemër, të dua shumë. Janë dashuruar ato? Flirt që po zhvillohet. Nuk mendoj që është ende dashuri. Po ti pse më angre, qofte? Ti e ke mësuar të haj njerëz. Unë kam të drejtë për atë që thash. Kurse kupton zemra, nuk kam se si ta shpjegoj. Më duket sikur po i kontrollon dhe drejton. Jo më ngacmoj vet. Unë atë e kuptoj. Po t'jap më shumë se ç'meriton vëmendje. Helikopter për kë? Gjithë helikopterat janë për mua. Do dënohemi? Falenderit Agaj që na late fakiri 3 ditë se ishte krye vepër. Po do t'i ke desha dhoma. Pa mund të kalosh brenda. Piquti, piqufli. Nesër janë daljet. Votoni, votoni, votoni. Lejet fiket aty. Përpiqut përmbash vete. Jeni të lirë ta diskutoni. Riu më koherent, më stabil me sjelljen. Don't you come back no more. Yes. Një krye vepër. Faleminderit shumë.